Shikues të momentit, përshëndetje, është ky takim Joni Radhës, edhe është edicioni më i ri emisionit Moment, në kuadër së cilit do t'jeni bashkë të shoqëruar për minuta në vazhdim për t'ju sjellë kështu një bisedë në studio. Mirë, po nuk kanë me mungu sot edhe materialet e përgatitura nga tereni, kështu që krejt në fillim që shbojmë zakonisht, e falenderojmë partnerin tonë shkollën finlandeze, që tashmë vetë se ka hapur dyert për regjistrimet e reja të vitit e ri akademik. Shkolla finlandeze së fundmi që kemi treguar është zgjedhur një nga 10 shkollat më të mira në botë sipas World's Best School Prices, duke vendosur atë në mesin e shkollave më inovative në glob. Shkolla finlandeze ka arritur që të tërheqë vëmendje në arenë ndërkombëtare, duke u përzgjedhur si një nga 10 shkollat më të mira në rrugën toksor, duke ndryshuar tërësisht edukimin në Kosovë me standardet më të larta ndërkombëtare. Kjo shkolla finlandeze, inovacion botror, krenari kombëtare dhe tani një nga më të mirat e botës, kështu që regjistrimet mbyllen së shpejti, ju mundeni me i kontaktu në numrin 045 235 650 për më tepër detaje. Tash është koha me vazhdu rrjedhën e këtij edicionit Momentit. Unë thash edhe pak më herët sot në kuadër të këtij edicioni do të kemi bisedë në studio, mirë po nuk kanë me mungu edhe materiale të përgatitura nga tereni, mirë po krejt në fillim do të shkojmë tek biseda në studio, se mysafirin vetë se kom këto. Do të flasim pak për festivalin Hynesha në Fran, festivali më i vjetër i filmit që vazhdon të frymëzoj gjenerata të reja. Kom kënaqësinë shumë të madhe që sot këtu në studio me mu me kon edhe Enis Brahimi, drejtor organizativ i festivalit të filmit Hynesha në Fran. Faleminderit shumë që jeni në moment. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi shumë e madhe. Kënaqësia është e imja. Qysh jeni? Qysh po shkojmë? Mirë, faleminderit. Mirë, super. Është në fakt tash po më duket me të pyet për këto detaje të organizimit e gjithçka tjetër, po më duket veç u bëni pyetje kështu si monoton, për shkak që tash veç po më duket ja keni marrë dorën edhe krejt sanet i keni tu janë më atleta ndoshta për me i bë për faktin që s'është viti i parë që organizohet, po padyshim që çdo edicion mundoni me sjell diçka të re, kështu që puna e madhe nuk mungon. Qysh ka jetë gjithçka deri tash? Gjithçka deri tash ka jetë mirë, qysh e tha edhe më herët, që puna e madhe nuk mungon, është shumë e vërtetë se për secilin edicion duhet shumë punë, shumë përkushtim edhe shumë angazhim për me mri edhe me pas një edicion sa më të mirë edhe sa nivelit sa më të lartë të festivalit. Kështu prej fillimet e këtij festivalit janë që nga 2002, është festivali më i vjetër, edhe them festivali i parë që është mbajt në Kosovë. Gjithmonë ky festival ka pas karakteristika, ide kreative në edicione të ndryshme. Një prej ideve ka qenë që e kam përmendur edhe në studio më herët, është që festivali u mbajt në tren nga Fushë Kosova për në Pej, edhe në edicionet e kaluara po ashtu kena pas shumë mysafir, producent, regjisor nga gjithë bota, edhe vazhdojnë atë kena hala ndërkombëtar që vinë, e njohin festivalin, e njohin Prishtinën, edhe e njohin vendin tonë edhe energjinë pozitive që e jep ky vend dhe ky qytet. Na tregun pak që thashë më herët, janë bo shumë vjet që është mbajt ky festival edhe normalisht qëllimi kryesor po besoj secilit për juve në staf është që me pruni punë sa më të mirë që është e mundun tu e krahasu ndoshta edhe me edicionet e kaluara, mirë po kërkush më mirë se ju nuk mundet me na tregu për evoluimin që ky festival e ka pas ndër vite. Qysh mundesh me ma përshkruaj këto? Ky festival i ka taku periudhave të ndryshme, qysh ajo mas luftës në vitin 2002 në fillimet e saj, që atëherë ka qenë edhe shumë vështirë me bëni festival, po themeluesi Besim Ajeti ka qenë shumë i përkushtuar për me mri edhe me bë këtë festival edhe ka filluar edhe nuk u ndal asnjëherë. Edhe pastaj vim na gjenerata e re, të cilën e kena përcjell të njëjtën frymë edhe nëpër etapa të ndryshme deri më tani. Tash unë jam që 3 vite drejtor organizativ i festivalit. Është shumë një ndjenjë mirë, jam jashtëzakonisht emocionuar për festivalin dhe po presim të organizojmë edhe edicione të tjera në të ardhmen. The pak më herët që në periudhën kur e keni nisë ndoshta me bë këtë festival, padyshim që janë bë shumë vite tash edhe jam shumë i sigurt që ka pas sfida shumë të mëdha se ndoshta sot që janë për me organizuar një festival. Po mendoj numri i festivaleve veç po rritet, po kur ndalemi tek festivalet e filmit, unë thashë pak më herët është një prej festivaleve të para të filmit këto, edhe po besoj që ka diçka që ndoshta e dallon edhe po mendoj që ajo ndoshta i afron hala më shumë njerëzit. Çfarë mundna me thonë ndoshta ju si staf, çka mundoni ndoshta me e bë që me dallu sa e përket festivaleve të tjera të filmit? Mundem me thonë që ky festival e ka kriju një farë tradite,
ku gjithmonë në secilin edicion janë trajtu temat ndryshme, ka pas masterclasset ndryshme, ka pas shumë njerëz që kanë ardhur edhe kanë qenë pjesë e festivalit, janë kriju shumë kontakte me producent, me regjisor, edhe pastaj kanë vazhdu me projekte në bërjen e filmave. Po ashtu i krahasu sfidat, që përmene ma herët sfidat, normalisht që të festivalit në atë kohën e fillimeve të saj kanë qenë shumë atë mëdha se tash nuk po them që nuk ka sfida, po nuk krahasohet me ato sfidat që i ka pas. Tash sfidat janë më të lehta, normalisht që po shkon gjithmonë më mirë, edhe po shkon gjithmonë tu realizu edhe tu bo më lehtë puna, falë edhe ekipës që e kena mbrapa të vullnetarëve. E që të pikërisht do shta me undalë, po du pak me përmend kur jemi këtu të ekipe dhe të krejt ata që ndoshta bojnë pjesë për me mri në fund një rezultat final, po më interesën pak angazhimi i trimve sa i përket këtij festivali. Sa ndoshta ka arrit ndoshta me ndru sa i përket viteve paraprake, sa po vren ndoshta angazhimat ma trimve, cilët vullnetarisht vinë edhe dojnë me bo punë në këtë festival. Për këto 3 edicione mund me thonë që ka fillu me 6 vullnetarë, tash kena mri deri në 12 vullnetarë që i kemi, të cilët janë jashtëzakonisht emocionuar dhe jashtëzakonisht përkushtuar për me qenë pjesë e këtij festivali, cilët i falenderoj shumë për punën e tyre që janë duke e bë. Çdo vit ka shku tu rrit kjo, edhe besoj që ka me shku hala mu rrit për fshirja e vullnetarëve në festival, edhe puna tyre e mirë që e bojnë, edhe vullneti tyre për me pas, për me dhonë ato kohën e vetë, për artin, për filmat, edhe për festivalin, edhe normalisht për kulturën në Kosovë. Po më intereson pak me që jemi tek vullnetarët edhe tek pjesa e ekipit që ndoshta kanë dëshirë dhe vullnet mirë për më arë dhe me bo punë vullnetare në gjithë atje. Po më intereson pak të qike pjesë. Është mbyllë aplikimi, ka ndoshta disa prej tyre që dojnë me apliku, apo është përmbush ndoshta numri komplet stafit që e keni para po? është përmbush numri komplet stafit që i kemi. Stafin veç që i kena konsolidu, i kena se cilat në për pozicionet dhe pikat që na duhet mi pas për me pas një organizim sa ma të mirë. Tash këta që dojnë me ardhë me qenë pjesë e festivalit, mundën fillimisht me ardhë si vizitor, edhe me diskutu edhe me prit me apliku për vitet në VM që vinë, për edicionet e tjera, janë të mirë se ardhur. Tash le ta kemi pak fokusin edhe të ky edicion, i cili me nevojë presim, le të njoftojmë pak edhe shikus për datat edhe për krejt detajet të tjera që kam i pas ky edicion. Po, festivali është edicioni 18, që do të filloj të premten, në ora 6 hapën dyrët e kinemas, ndërsa në orën 7 kemi një si homazh, apo një rikujtim të aktorit dhe profesorit Enver Petrovci, ju flet Enver Petrovci, i cilë t'i ftoj gjithë qytetarët që të vinë, edhe t'i ndëgjojnë fjalët e tina për t'a rikujtu veprën artistike që e ka pasaj, dhe njeriu i cili ka qenë ai. Kjo fillon në ora 7, pastaj pas përmbylljes kam u shfaqur një dokumentar që e ka bërë festivali për Enver Petrovcin, një dokumentar i shkurt me fjalët e tina. Pastaj pas filmit do të shfaqet filmi Everybody Calls Regjo, të gjithë thirrin Regjën, që është një film kush nuk e ka pa, një film jashtëzakonisht i mirë, që i ftoj gjithë me ardhë dhe me pa atë film. Pastaj në ditën e dytë e shtune, fillon shfaqja e filmave nga ora 12, ku ka filmat metrazhit gjatë dhe metrazhit shkurt, kryesisht janë filma artistik, janë filma shumë të mirë, edhe përmbyllët dikun shfaqja e filmave në orën 22, ndërsa të dielën ja kemi kushtu sesionin e parë apo blokin e parë fëmijëve me filma të animuar, që i ftoj gjithë prindërit që të vinë me fëmijët e tyre edhe t'i shohim filmat e animuar, dhe pastaj e kanë mundësinë, kemi një mësafire speciale e cila është për herë të dytë në Kosovë, Merjem Zahir Meher, e cila është producente dhe regjisore nga Amerika, që vjen për me mbajt një masterclass. Aty kam u folë edhe për një audicion, cilin kam e bë Merjem, për fëmi, se kam bërë një film co-production prej Amerikës, Italisë dhe Kosovës. Normalisht që këta kam e supportu edhe festivali këtë film.
Prandaj ftoj gjithë prindërit që t'i marrin fëmijët e tyre edhe fëmijët për me ardhë edhe me ndjekë këtë aktivitet, me ndjekë këtë masterclass edhe me këshyrë se çka mujnë me bë tutje. Unë po besoj shumë që këto krejt detajet, krejt këto risit edhe krejt këto ngjarje të cilat bici ke tregu këto, janë të postuar po besoj edhe në rrjetet sociale dhe kam pas rastin që në ndërkohë për me i pa, po ndoshta kur i kanë pa që ato edhe jeni mundu që ndoshta me informu përmes asaj që keni postuar në rrjetet sociale, padyshim jam shumë i sigurt që s'ka mungu edhe feedbacku pozitiv që e keni marrë prej audiencës që ju përcjell tash këto vite. Tregon pak për feedbackun, cili ka? Patjetër feedbackun gjithmonë e kena pas shumë të mirë mbas çdo edicionit, vlen me cek, që e thom shpesh, njerëz që nuk kanë qenë kurrë në Kosovë dhe që kanë ardhur për herë të parë në Kosovë përmes festivalit, ku janë fjalët më të mira i kanë thonë për vendin tonë dhe kjo që më bën më shumë krenar dhe është veçanërisht një emocion shumë i jashtëzakonshëm them ashtu kur na i bojna muni kaq mirë. Ata edhe i presim kaq mirë edhe prap na shkruajnë, rrin kontakt edhe me vullnetarët, edhe me ekipin organizativ, edhe me gjithë neve, edhe për projekte të reja. Në pak më duket numri e na e thamë edhe pak më herët është mbush, ka vullnetarë që kanë shprehë interesim shumë herët për marrë dhe më bë pjesë, kështu që po më duket që ke tregon mas të mirë të energjinë pozitive që mbizotron aty edhe dëshirën e tyre të madhe për me qenë pjesë e këtij rrugtimi. Patjetër e kanë një energji të jashtëzakonshme, të cilën i përgëzoj shumë secilin prej tyre. Edhe tash na veç jemi në organizim edhe jemi në ditët e fundit edhe është puna më e madhe që bëhet tash. Edhe gjithçka është të shkuar shumë mirë, mos harrojmë me cek që festivali ka karakter garus, edhe në të dielën bëhet edhe ndarja e çmimeve apo nota finale, ku aty kemi çmimin special Lynation në front, kemi çmimin filmi më i mirë, skenari më i mirë, aktoria më e mirë, regjia më e mirë, edhe fotografia më e mirë. Enes, faleminderit për këto detaje që i ke jep në momentet, po du me juru shumë sukses dhe faleminderit shumë për kohën. Faleminderit shumë edhe juve. Kënaqësi shumë e madhe.